Si quheni? Elisabeta Aliaj. Cili është problemi juaj? Çdo gjë nisi në vitin 2013, kur unë martova, edhe linda djalin. Kam pas një jetë shumë të ndërlikuar. Kam pas një vajzë që kam pas shumë ëndra, për fat keq shkollën nuk e mbarova dot. Sepse tradita, gjërat e vjetra tradicionale që mund prindrit që të ecin pak me kohën e vjetër, për fat keq unë nuk munda të arrit të eci aty ku doja. Edhe zgjolla rrugën e asaj, si gjitha gocat mund të them, martesën. Edhe vitin e parë ishte okay. Pastaj filloi dhuna. Filluan gjërat në më të ndryshme që mund t'i ndodhi një femre. Kur specifikojnë gjërat më të ndryshme, i specifikoj të gjitha me radhë. Dhuna, tradhtia, gjërat ekstreme që mund të përjetoj një 17 vjeçare në atë kohë që isha unë. Faktisht unë nuk doja t'i shqetësoja prindrit, kjo gjë ndodhi shumë herë, edhe ndihmat kur kërkoja unë, sa herë që i kërkoja ndihmat prindërve normal edhe këta nuk kishin ç'a të bënë. Në vitin 2015, gjatë gjithë kësaj kohe, në 2013 deri në vitin 2015, dhuna vazhdoi dhe vujtjet nuk ishin sosur në atë moment, unë zbuloj që djalit i bie të fikët në borë. Kam ndonjë 20 ditë në Vlorë, derisa u diagnostikua që e çuam me urgjencë në Tiranë, që doli me leuqemi akute limfoblastike. Aty pastaj filloi gjëja, nuk e di, domethënë kur mbyll syt më shfaqen imazhet që nuk e di se si kur bëj e mendoj, përjetoj të njëjtën gjë siç po e them tani. Një tmerr i vërtet. Kam përjetuar tmerr të vërtet. Djali 1 vjeç e gjysmë me kimioterapi që flokët i binin non stop. Filloi djali i binin flokët, i goja, ju bëj gjak. Ka qenë 24 orë në 24, çdo gjë unë edhe ai. Vinin prindrit e mi, mamaja ime rrinte në kamat, babi im që më fliste në balkoni për të thënë kuraje, isha vetë fëmijë, nuk dija ç'a të bëja. Kam përjetuar të merë. Fëmijët atje që vdisnin çdo 24 orë. Duke marrë rastin falenderoj doktoreshën e minjore Mirela Xhafën, Donjeta Balion që kanë bërë maksimumin për fëmijët atje, plus djalin tim që i kam parë vetë me sytë e mi. Deshi Zoti me gjitha ato sakrificat, me lutjet, me përkushtimin që i bëm, ja dolem, ja hodhi leuqemis. Po bashorti juaj? Nuk ishte pothuajse kurrë atje. Vinte aq sa mundësi kishte, po ishte shumë rrallë, çdo gjë e përjetoja vetë. Çdo gjë e kisha mbi kurriz vetë. Çdo gjë, çdo lënkim të fëmijëve atje, çdo nën që u lëriste. Çdo nën që e mbante fëmijën e tij në gjie dhe i luste Zotit mos t'ja marrë ditën tjetër. Kam qenë vetëm 20 vjeç. Ka qenë historia më e keqe që mund t'i ndodhi një nane. Pastaj djali u bë mirë. Ja dolëm, fal Zotit, ja dolëm me gjitha këto që kaluam, edhe u nisëm për jashtë shtetit. Në Itali kam ndërnjur 7 muaj, 8 muaj në një zonë të Torinos, edhe atje vazhdonte dhuna non stop. Derisa një ditë e mora guximin e mora karabinierët telefon edhe i thash gjithçka, nuk munda dot më të shikoja veten time në atë mënyrë, ishte e pamundur, dukte një shenje e neveritshme dhe vetja ime që më dhunonte në
mënyrën së të fëmijëve. U duke sikur çaj, kurroj, si mund t'i bëj dobi këtyre fëmijëve kështu. Mbas gjithë asaj që kalove, duhesh të përjetohesha prap diçka më të rëndë se kjo, të përballesha me shtetin italian. Mora karabinjerë telefon edhe direkt kanë ardhur më kanë marrë mua në shtëpi me gjithë fëmijët. Mendova se aty mbaroi gjithçka, po për fat keq aty ishte fillimi i një tip tragjedie tjetër. Ndryshe nga Shqipëria, ata të merrnin viktimen bashkë me minorenët dhe i çonin te një komunitet. Një komunitet që unë kam ndenjur për plot 2 vjet. Edhe kam ndenjur me Afrikan, Rus, me lloj njerëz nga të gjitha shtetet e botës që ishte në kërcënim edhe jeta ime. Edhe atje supozohet që ata të ndihmonin, por realisht ata nuk, për mua nuk ishte ndihmë, sepse kisha 24 orë në 24. Çfarë ndodhi aty? Atje të vëzhgonin ty si nëna, je afti ta mbash fëmijën se ta merrte. Të vëzhgonte aftësitë e tua si nën, edhe shikonin viktimat si puna jonë që t'na merrin fëmijët. Edhe unë, të gjithë shqiptarëve që e di shumë mirë sa prindër kanë kaluar në Itali që ua kanë marrë fëmijët, e din se çfarë po them tani. Unë luftova me gjak trupi dhe nuk ua lash fëmijët, sepse ua vërtetova. Fillova punë der më der, shkova me operatorët e karabinjerëve që më kishin ndenjur në kokë dhe i thoja dua punë që t'ja vërtetoja që mund t'ja dal, të paktën nga gjithë kjo histori të fitoja fëmijët e mi. E vetme në mes të Italisë, komplet vetëm. Dhe gjeta punë në ora 9:30 në një qendër komerciale në Torino deri në orën 2. Çdo ditë e njëjta gjë. Në mbasditë bëja në këto pjata tradicionale shqiptare, sa më shumë gatoja që t'ju vërtetoja shtetit italian që unë mund t'ja dalë dhe jam e aftë t'i mbaj këta fëmijë. Për kjo gjë eci për plot 2 vjet. Për 2 vjet unë në gjitha ai rrethi aty, unë edhe një grua tjetër ja dolëm, si thonë, fituam betejën, unë i fitova fëmijët e mi. Por gjithmonë në mbikëqyrjet e shtetit italian. Edhe më kishin dhënë një urdhër që në qoftë se ti do bashkohesh me atë zotrin, do të përjetosh dhunë prap, ne automatikisht do të marrim fëmijët. Unë e bëra për hir të fëmijëve, edhe një herë, u bashkova, sepse ai kishte bërë një akt, një trajtim psikologjik që për të mos dhunuar më, edhe e dhash si mundësi. Por për fat keq ai nuk kishte ndryshuar si gjithmonë. Edhe unë kam kërkuar ndihmë tek murgeshat. Mi kanë bërë bileta diku ke afro 2.000 euro që për 3 veta, unë, djali dhe goca, ja marrë ratisur nga Milano, edhe kam marrë për Shqipëri. Nuk kam mbështetje, nuk po ja dalë dot më, e shikoj vetën për herë të parë, e shikoj vetën në gjitha ato betejat të dobët, por nuk dorëzohem kurrë, sepse jam e aftë të punoj, por nuk i dilet, është shumë e vështirë, jam përmbar prindërve. Do të kërkoja gjithë shqiptarëve, i lutem, një shtëpi. Nuk po them shtëpi me luksoze, diçka që besoj se e meritoj dhe unë. Të rri dhe unë si njerëzit tamam, si njerëzit e tjerë. Për gjitha atyre gjërave që kam luftuar, asgjë tjetër. Kjo është e gjitha, nuk di më çfarë them. Nuk di më çfarë të them. Më duket vetja si... Nuk e di. Ishte e tmerrshme. Goca vendoste duart e veshet edhe bënte kështu, lëvizte kokën. Ishte e tmerrshme. Nuk bëja dot psikologun moral gjithkohës në shtëpi. Duhet gatuja, duhet veja në punë, duhet i bëja të gjitha unë. Një femër, një nën, një grua,
nuk u duhet të rrihet, që se s'ke mënyra tjera ndaje, po nuk duhet të rrihet, sepse edhe ajo është gjendje njerëzore. Edhe ajo merr frymë si gjithë neve, si gjithë ju. Pse duhet ta rrash, ta demaskosh në atë lloj mënyre? Stop, i bëj thirrje gjithë grave shqiptare, sinqerisht ju bëj thirrje. Mos thoni që jo vjerri, jo vjerra, jo kështu fundit e përjeton ti këtë gjë. Askush nuk e përjeton si ty, askush. Sepse të gjithë ne e dim se çfarë përjetojmë mbi kurriz. E dim ne se qa kemi kaluar. Se dhuna nuk është dashuri. Dhuna është dhunë edhe pik. Dhuna nuk është dashuri.